Partia opozitare LSDM pret nga krye prokurori i ri që të hetojë skandalet korruptive që ka publikuar kjo parti, për të cilat pretendojnë se janë të përfshirë krerët qeveritar. Antari i bordit ekzekutiv të partisë, Jon Fërçkovski, në konferencën e sotme për media tha se kanë kaluar 3 muaj nga publikimi i skemave korruptive dhe nuk është ndërmarr asgjë, pavarësisht se ekipi antikorrupsion i LSDM-s zbuloi të gjithë rrjetin e biznesit të Hristian Mickoskit në sektorin e energjisë. Fërçkovski pretendon se oktapodi energjetik i Mickoskit ka tentakula të thella dhe të gjera. Od Dušan Adamović, nga Dušan Adamović, funksionari i SNS-s, person me të kaluar kriminale, ku përmes strukturave offshore në Kipro çonte Rudnav Group të Vojn Llazarevićit dhe lidhet drejt për drejt me qeverin përmes ministres Sanja Bozhinovska, në bankën zhvillimore ku Mickoski vendos Efemia Dimovskën, bashkëshorten e partnerit të tij të biznesit në hidrocentralet në Rek Manastir, ku drejtor bëhet Ivan Kukovski, i afërt me familjen e Mickoskit dhe ish këshilltar i Bozhinovskës. Fërçkovski ka shtuar se në Komisionin Rregullator të Energjetikës, me zgjedhjen e Aco Ristovit, ku merren vendimet për çmimet, siç thot ai, të gjitha hallkat janë në vend, nga prodhimi dhe importi i energjisë elektrike, përmes financave deri te rregullimi. Ndërkohë, nga VMRO-DPMN kanë hedhur poshtë këto akuza, duke thënë se i vetmi rrjet është ai i LSDM-s dhe Filipçes, i cili sipas tyre përmes ish këshilltarit të Zaevit, Zoran Bashanović dhe Miljan Sçekić, tani është i ngarkuar me prodhimin e komunikatave dhe konferencave të rreme për media të LSDM-s.